mbajtura, objektivat paralizuara, unë përmenda ujin e pishëm, por ka shumë të tjera. Korrupsioni, abuzimi me pushtetin. Patjetër që secili çdo njeri mund të shprehë ato shqetësimet e veta, problematikat e veta dhe na aty jemi prandaj për të dëgjuar këto problematika. Jo, në këtë rast nuk po ju pyes për rastet izoluara, po ju pyes për gjeneralitetin e të bërit fushat. Për gjithë realitetin e fushatës, absolutisht gjithë janë terren, gjithë janë duke bërë takimet e tyre, kandidatë për deputet janë në çdo cep të Jo, këtë nuk e diskutoj, po ju pyes për reagimin e elektoratit që takoni. Reagimin e elektoratit, unë shikoj një reagim shumë pozitiv në zonën ku unë jam. Zhvilloj takime përditshme të përorshme me banorë ndryshëm, patjetër që mbaj shënim edhe shqetësimet e tyre, çfarë i shqetësojnë ato, përsa i përket infrastrukturës, shqetësimet e tjera për arsimin e gjitha. A mund të më thoni kush është prioriteti i shqetësimit qytetar sot? Shqetësimi që e hasni me frekuencën më të lartë në komunitetin tuaj. Vetëm shqetësime që nuk kanë shqetësimin e kryetarëve të Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim, cilët sot kanë qytetarët kanë shqetësimet e tyre individuale dhe familjare, zoti Kullazi, jo shqetësime kryetare. Kanë shqetësime patjetër, me çdo familje shqiptare ka shqetësimet e veta, si çdo njeri nga ne këtu që jeton këtë qytet, që jeton në këtë vend, ka shqetësimet e veta normal për ekonomia, gjitha këto dhe absolutisht bëhet punë për ditë për zgjidhur këto problematika, pra si çdo familje shqiptare ka shqetësimet e veta dhe kjo nuk është që thuash se po të ishte kështu që mos kishte asgjë. Që do të thotë se në bilancin tuaj nuk ka një problematikë me frekuencë të lartë. Problematikat janë pa numërta, por ditë them që ne aty jemi edhe për t'i dhënë zgjidhje këtyre problematikave dhe absolutisht që mundohemi edhe me punën tonë përditshme të japim zgjidhje për të zgjidhur problemet e qytetarëve. Kjo është. I kthehemi problemeve tani, më qenë se folëm për shansin e mandatit të 4, zoti Muçollari më takon ta pyes. Pse duhet të ndodhë rotacioni, me qenë se mandati 4 duket se është në rrugë sipër? Për ju, pse duhet të jetë në rrugë sipër rotacioni politik nesër? Vetëm sepse është radha juaj? Nuk e shoh mandatin e 4 në rrugë sipër, dhe për çdo që del po bën fushat, ju bët një pyetje që cili është shqetësimi kryesor, nëse ta përmbledhim me një fjalë, në qytetin e Tiranës është pamundësia për të jetuar një jetë normale. Lidhet nga të ardhurat, nga të themi qytetarët të cilët nuk mirë paguan dhe kanë paga minimale, jo më shumë se 40.000 lekë të reja, lidhet me pensionistët të cilët kanë një pagë mesatare jo më shumë se 18.000 lekë të reja, që nuk mjafton as për 2 javët e para të muajit, nuk e di se çfarë bëjnë me 2 javët e tjera. Lidhet me nevojën edhe të shtresës të themi të mesme, që kanë disa të ardhura më shumë, por që sa dalin këtë qytet kanë stresin ku të çojnë, në cilën shkollë të çojnë fëmijën, çfarë problemi do kem me mjekësinë, çfarë mund t'i ndodh, ku ta çoj, si ta çoj. Kjo është ajo që ndihet sot në Tiranë. Zoti Muçollari, është listë problemesh. Jo, në cilën shkollë. Sot flasim për shkolla të reja, sot flasim për më shumë infrastrukturë shkollore. Pra, të lutem, tani nëse do ta Okej, po ti kohë. Respektojnë njëri tjetrin, do të jap secilit minutat e replikës. Që duhet mirë thënë. Besoj që jemi mjaftueshëm serioze në studio, do t'ju jap shansen që të replikoni. Duhet bëjmë një pakt shkollë do ta çojmë. Ku shkollë do ta çojmë? Po patjetër më shkollat sot janë të reja. Doni të bëni një pakt me Partinë Socialiste? Një pakt bashk. Unë do të kursej disa të vërteta, të lutem kurse shpifjet. Po ky është një kompromis publik që nuk ju takon ta bëni zoti Muçollari. Jo, tani që ne si mund të kurseni rivalit tuaj të përbetuar politik disa të vërteta. Disa të vërteta, ka shumë të vërteta sa disa dhe mund t'ja kursej. Por të paktën të mos shpifim. Kështu që në kontekstin që duhet jemi serioz, duhet të flasim për probleme që shqetësojnë sot. Dhe nëse ju më thoni që pensionisti, që pensioni minimal me 12-13.000 lekë të reja ka mundësi të jetojë në këtë qytet, atëherë të vërtetën nuk po ja themi qytetarë. Nuk po them këtë fare, Nëse më thoni që ky qytet ofron fusha sportive, ofron ambiente rekreative për të rinjt, ofron këndë lojrash për fëmijët, atëherë besoj se nuk jeni të vërtet. Nëse më thoni që kjo parti, Partia Socialiste, pas 12 vitesh i duhet prap kohë për të mbajtur premtimet e 4 vjeçarit të parë, atëherë nuk po jeni i vërtet. Atëherë, zoti Muçollari, që përfaqësuesit e Partisë Socialiste, ministrat e Partisë Socialiste kanë diçka për t'i ofruar qytetarëve, atëherë nuk jeni i vërtet. Çfarë mund t'i ofrojë Olta Xhaçka, më thoni zotëri, qytetarëve? Çfarë mund t'i ofrojë program shtesë kur ka marrë promë publike dhe është pasuruar bashkë me burrin e vet dhe në kundërshtim me ligjet dhe me Kushtetutën e Shqipërisë? Në këtë rast përgjigje mund t'ua jepte zoja Xhaçka nëse do të ishte në studio, nuk është keni zotin Pullazi. Kështu që do duhet t'i ndajmë përgjegjësitë. Jo, zoti Pullazi nuk profesor i qeverisë. Në këtë rast është kandidaturë për herë të parë e Partisë Socialiste. Çfarë si mund të jemi të vërtet kur ka mbi 8 miliardë euro buxhet
Dhe s'ka mundësi një qytetar i cili është me ndihmë ekonomike që shkon nga 90 deri në 11.000 lekë të reja, si mund të jetojë ai? Jo më lart se para disa ditësh, takova një qytetar, ishte me ndihmë ekonomike për shkak të një aksidenti në punë, ishte i vetëm, ishte i pastre. Dhe ju këshill bashkiak nuk ja kishte dhënë mundësinë për t'u bërë istre. Ai merr 11.000 lekë të reja dhe paguon 20.000 lekë të reja. Nëse do të flasësh për pensionet, nëse ka krizë më të madhe dhe ndek më të madh që krijuat në gjatë qeverisës të Partisë Demokratike, dhe nëse keni kryer ndek të madh nga ana financiare dhe në pamundësi për të paguar pensionet, atëherë kjo është për në kohën e Partisë Demokratike, pensioni mesatar ishte 13.000 lekë të reja. Pse nuk rregullohet? Çështja e pensionistëve, çështja e pensionistëve është çështje shumë e rëndësishme, patjetër që është shumë e rëndësishme. As keni bërë, absolutisht është bërë dhe pretendohet bëhet më shumë, patjetër që me pensionet do të bëhet më shumë. Por si bëhen pensionet më shumë? Me frymën e shenjtë si bëhen? Jo, për shembull, me një financë, me një qeverisë konsoliduar. Duke bërë senator, duke strukturuar mirë financat e shtetit, duke financuar shumë mirë financat e shtetit, dhe patjetër më që është në përgjegjësinë e të gjithë, edhe unë kam thënë më pensioniste, patjetër më që nuk i del. Patjetër që nuk i del. Por nuk po them që pensionistët po jetojnë shkëlqyeshëm në Shqipëri, por po të them një herë tjetër që bëhet përpjekje maksimale për të ardhur në ndihmë atyre pensionistëve. Pra dhe duke shtuar pensionet, por edhe duke bërë shërbime të tjera që i vijnë pensionistëve. Alba, dhe nevoja është kjo do të ndodhte, jo, nuk jemi te populizmi, por jemi te faktet, nëse do të ishte rritje e pensionit dhe jo bonus pension. Qoftë se ka faj qeverisja e Partisë Demokratike dhe ai kryetari jot sot që qeverisë që udhëheq Partinë Demokratike, absolutisht se la financa zero në buxhetin e shtetit për të siguruar që të rritjen e pensioneve dhe gjitha këto vjershin që fajin megjithatë ju jeni ende te bonusi, kjo është e vërteta. Po më dai bonusi është ndihmë për pensionistët. Edhe ai bonus është ndihmë. Nuk është mëshirë, është ndihmë, është tentativë për të blerë pensionistët. Tentativë për të blerë votues. Momenti diskutuar shumë elektoral. Ta mbaroj pak se nuk më leju. Kam edhe 2-3 fjali për ta mbaruar. Keni kohë për një fjali se do të transportojmë të tjerë. Pritëm të marrën. Tani pyetja ime ishte, ju do dëgjoni njëri tjetrin. Ju bëra që të distancohesh nga e vjetra, zoti Muçollari, se nuk ju takon të replikoni njësoj si të vjetrit e politikës. A fole për terren? Pyetja ime është kjo. Fushat elektorale. Jo, e reja jeni ju. Partia Demokratike është ajo, po ju pyes në këtë listë problemesh që ju përmendët tani. Po bëhet një listë të gjatë problematikash që ne diskutojmë çdo natë në debat. A e shohin qytetarët zgjidhjen te Partia Demokratike për t'i dhënë shansin e këtij rotacioni? Po pa diskutim që e shohin, sepse jo më kot Partia Demokratike ka përgatitur një program të caktuar. Ju po thatë që cila është e reja apo jeni të rinj, e reja është kjo, që ti kur zbret në fushat, reflekton disa problematika që mbas edhe nuk i dije. Dhe po të them këtë gjë, në këtë një javë që unë kam qenë në terren, çfarë kam vëre? Kam vëre që legalizimet, të cilat prona të qytetarëve me që e kanë ndërtuar me djersën e tyre, ju është prishur nga qeveria për shkak të rrugëve apo të investimeve publike dhe nuk kanë marrë 100 darkë. Pse? Sepse përqasja e Partisë Socialiste është urbanizim, pastaj legalizim.